Përshëndetje. Faleminderit shumë që gjete kohë. Si lindi ideja të bazosh performancën mbi veprën The Two Fridas të Frida Kahlo? Frida Kahlo, jo vetëm si artiste që ka qenë feministe, po edhe feministe queer, veprat e saj gjithmonë kanë qenë shumë frymëzuese për mua. Mirë po, në veçanërisht ka qenë vepra The Two Fridas. The Two Fridas, do të thonë, e vendos në pozicion dy figura, të cilat gjithmonë janë si një lloj bashkëbisedimi me njëra tjetrën. Tash kur vije koha për me interpretu ato, e ka mendu që që ndonjëherë ka me realizu ose me jetësu në një formë poetike dhe performative. Cilat elemente të kësaj vepre e keni përshtatur në performancën tuaj? Si adaptim në rikonceptimin e veprës The Two Fridas, apo në veprën tashmë Dy Trupa, simbolikat ose metaforat simbolizuese të veprës janë zemra, pastaj është edhe vena e gjakut, po gjithashtu edhe dy figura cilat janë në bashkëbisedim me njëra tjetrën. Duke qenë se performanca prezantohet gjatë muajit të krenarisë, çfarë mesazhi të shironi të përcjellni te publiku? Performanca vije si mënyrë artistike feministe performative, edhe vije si revolt edhe rezistencë në njëjtën kohë, edhe ka të bëjë me dy figura të cilat e prezantojnë pjesën e alter ego, se cila ka me qenë si projekcion, edhe pastaj edhe figura e dy që ka me qenë në mënyrë fizike. Edhe ideja krejt mbrapa kësaj është që me tregu që na mundemi me marrë autonominë për me ngrizonin mbi trupat tonë, sepse mendoj që trupat queer edhe trupat e grave gjithmonë në një mënyrë apo tjetër kanë qenë të policum, disiplinume dhe në tendencë për me u kontrollu gjithnjë më shumë. Për këtë arsye vepra vjen si revolt ndaj kësaj, edhe andaj është edhe rezistencë feministe. Si lidhet tema e identitetit, pranimit me këtë performancë artistike? Tema patjetër që lidhet me identitetin për vetë arsye që janë dy figura, njëra që ka me qenë e vendosën e projektume, ndërsa tjetra që thash edhe më herët që ka me qenë kështu formë fizike, të dyja kur janë në bashkëbisedim me njëra tjetrën, janë duke e tregojnë një realitet cilin është mes asaj se çka preferohet prej publikut ose shoqënisë, më pas është edhe pjesa e të vërtetës se kush jemi ne në të vërtetë. Faleminderit shumë që gjete kohë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.